Përshëndetje shikues të nderuar dhe mirë se vini në Kallëzo për një me. Kjo është zona kufitare mes Kosovës dhe Shqipërisë. Në këtë zonë janë disa rrugë ilegale në të cilat qarkullon kontrabanda. Por mas shumë të kjo zonë është e njohur për shkak se këtu qarkullojnë refugjatët nga Siria dhe vendet e tjera të krizës, të cilët rrugtojnë për në zonën e Evropës. Në një hulumtim që e kemi realizuar, kemi arritë të nxjerrim prova dhe fakte se grupet e krimit organizuar për një kohë të gjatë kanë arritur që t'i kontrollonin këtë zonë duke përdorur kërcënimin dhe armët, duke i obliguar më pastaj refugjat prej Sirisë, Afganistanit e vendeve të tjera që me pagu haraq për çdo kalim të cilën e bënin në zonën e vijës kufitare në mes Kosovës dhe Shqipërisë. Në disa pamje që i kemi siguru në rrjetet tona, kemi arrit me kuptu që rrjetet e krimit të organizuar shfaqen në këto pamje tek patrullojnë këtë zonë kufitare mes Kosovës edhe Shqipërisë, duke përdorur edhe armë gjata, përfshirë këto Kalashnikovët. Pamjet që do i shihni janë barë afër liçenit të Vërmicës, pra në zonën ku edhe jemi ne. Në to shfaqet një person i armatosur, i cili mban një Kalashnikov në dorë dhe arrin me mbikëqyr zonën. Krejt kjo për me kontrollu nëse këtë zonë janë duke kalu refugjatët. Ky person i cili shfaqet në këto pamje nuk është një shtetas i Kosovës, mirëpo prej asaj që kemi kuptuar ne, vjen nga Siria dhe është pjesë e një rrjeti ndërkombëtar të trafikimit të migrantëve, të cilët janë vendosur në këtë zonë në vitin e fundit. Pamja të cilën e kemi ndjekur shikues të nderuar është nxjerrë nga telefoni një personi i cili është arrestuar nga prokuroria si pjesë e një rrjeti të kontrabandës me migrantë. Shtetasi që ka përdorur telefonin dhe i cili edhe e ka filmuar këtë ngjarje është një shtetas sirian dhe është pjesë e një grupi që ka operuar në zonën në cilën na ndodhur, pra në zonën e kufirit midis Kosovës edhe Shqipërisë. Të dhënat e shumta të autoriteteve na tregojnë që kontrabanda me njerëz në vendet e Ballkanit perëndimor ndihmohet nga banorët lokal, por në të janë të përfshirë direkt edhe anëtarë të grupeve të kontrabandistëve nga Siria dhe Maroko. Këto grupe shikues të nderuar janë pjesë e një rrjeti të krimit të organizuar, i cili garanton që në këto zona me qarkullu mijëra njerëz në mënyrë ilegale. Sipas të dhënave të autoritetit të sundimit të ligjit, këto grupe llogaritet që fitojnë miliona euro nga organizimi i rrugtimeve të refugjatëve dhe nga haraqi i cili zhvillohet në vijat kufitare. Gjatë këtij emisioni, do shpalosim të dhëna të frikshme, të cilat na tregojnë që zonat kufitare të Ballkanit në disa raste janë marrë në kontroll nga rrjetet e kontrabandës, të cilat kontrollohen kryesisht nga shtetas të Sirisë e të Marokut. Vërmica, këtu ku jemi ne, është njëra nga zonat e cila është kontrolluar nga këto grupe. Aty, sipas të dhënave të cilat i kemi siguruar, operonte një grup i cili tashmë është prapa grillat. Ky grup është arrestuar në disa operacione të policisë së Kosovës. Në pamjet filmike që ka siguruar emisioni ynë, vrehen anëtarët e grupit, të cilët ndajmë armë dhe shfaqen hapur të armatosur me Kalashnikov e me mjetet e tjera luftarake. Pamjet që i kemi ndjekur prej armëve janë armë të cilat lëvizin në zona të ndryshme të Kosovës. Por si lidheshin këto armë me zonën kufitare? Të dhënat nga hetimet tregojnë që liderët e grupit, por edhe anëtarët i dërgonin këto fotografi në rrjetet sociale tek refugjatët që niseshin nga zonat e krizës. Qëllimi ishin që ata të bindeshin që grupet e kontrollojnë në plotësi zonën dhe janë të gatshëm të bëjnë çfarëdo veprimtarie për të garantuar sigurinë dhe për të ndëshkuar ata të cilët nuk pranonin të bashkëpunonin me grupin. Në frikën e armëve, ata i kërcënonin se nëse nuk paguajnë shumat e parave në zonën kufitare, refugjatët edhe mund pësonin. Për të dëshmuar fuqinë e tyre dhe potencialin për dhunë që mund ta bënin grupet tashmë kishin arritur që të filmonin edhe pamje të tjera të rënda, në të cilat ata shfaqeshin aftësinë e tyre për të ushtruar dhunë fizike ndaj refugjatëve.
Ekipi ynë ka siguruar disa pamje të tjera që kanë qarkulluar në rrjetet e grupit, e në të cilat antarët e grupit shfaqen duke i rrahur refugjatët që kishin tentuar të kalonin kufirin në mes Kosovës dhe Shqipërisë pa paguar para për antarët e grupit. Në pamjet të cilat do i ndjekim, shfaqen qartë antarët e grupit, të cilët pasi kanë marrë peng disa refugjat, ata i zënë rob dhe pastaj ushtrojnë dhunë fizike ndaj tyre. Disa pamje filmike të cilat janë filmuar nga disa shtetas sirian kanë dëshmuar se grupet e kontrabandistëve, në të cilat ka edhe shtetas nga Siria, kanë arritur që në mes vitit 2022 dhe 2023 të merrnin në kontroll rrugët ilegale në kufirin e Vërmicës, pra kufirin midis Kosovës dhe Shqipërisë, dhe në këtë zonë të obligonin refugjatët ilegal që të paguajnë para për të kaluar ilegalisht kufirit. Situata në këtë zonë, sipas asaj që kemi kuptuar, ne nisi të bëhet edhe më problematike në mes vitit 2022, kur armët u përdorën për të kryer edhe vrasjen e atyre që refuzonin të paguanin, apo që synonin që ta kundërshtonin grupin i cili e kontrollonte këtë zonë. Të paktën një refugjat u vra në këtë zonë nga një grup që tani është në nënhetime nga prokuroria e Prizrenit. Organet e ndjekës kanë arritur të sigurojnë prova tashmë, të cilat tregojnë se viktima ishte vrarë gjatë një përleshje që dy grupet e kishin në zonën në fjalë. Pamjet tregojnë se grupi kishte mri edhe me fotografu personin e vrarë edhe para edhe pas vrasjes. Dëshmi të tjera pritet të zbulohen në momentet kur prokuroria ta përfundon në tërësi hetimin e saj. Mirpo, çka shihet në këto pamje është që zona ku është vrarë personi është në zonën e Vërmicës dhe që njerëzit që janë afër tij janë disa prej antarëve të grupit i cili merrej me kontrabandën me njerëz. Personat armatosur me Kalashnikov, grupet të cilat shkëmbejnë zjarr e po ashtu grupet të organizuara të cilat i qarkullojnë migrantët në zonën e kufinit janë filmuar këtu afër pikës kufitare. Materialet ekskluzive të cilat i kemi transmetuar gjatë këtij emisioni janë filmuar diku midis vitit 2022 dhe vitit 2023, ndërsa saktësia e tyre pritet të evidentohet pas ekzaminimeve shtesë të cilat duhet me i bë prokuroria e shtetit. Prej asaj që kemi kuptuar, shikues të nderuar, refugjatët të cilët vijnë nga zonat e krizës, kryesisht nga Siria, Afganistani, por edhe nga Palestina, kalojnë në dy rrugët ilegale të cilat ndodhen këtu afër pikës kufitare të Vërmicës. Sipas asaj që kemi kuptuar, refugjatët të cilët kalojnë në territorin shqiptar, diku nga Greqia, arrin në afërsi të Kukësit, afër pikës kufitare dhe ngjesin malin për të arritur në zonën në cilën ku ne jemi këtu. Pra, në anën e djathtë timën ndodhet rruga, e cila është rrugë malore, në të cilën refugjatët mund me kalu pa asnjë pengesë duke ecur në kom. Kur po flas pa asnjë pengesë, po flas për situatat kur policia nuk është duke patrulluar zonën apo nuk ka pajisje të vendosura në këtë zonë. Refugjatët, sipas asaj që kemi kuptuar deri tash, mrin deri në këtë zonë dhe pastaj këtu afër autostradës transportohen duke përdorur taksi apo mjetet e tjera që janë kombit për në qarkulluar në zonat e tjera. Një rrugë tjetër, shikues të nderuar, ndodhet në anën tjetër të autostradës Skaj Liçeni të Vërmicës, ku në rastet kur zona është thjesht, kur liçeni është i tharë, atje krijohet një rrugë tjetër në të cilën refugjatët mund me kalu në këtë punë. Mirpo, skema është përafërsisht të njëjtë. Të gjithë vinë dhe takohen afër një ure që ndodhet këtu në afërsi të Vërmicës dhe aty presin taksi apo kombit të cilët i qarkullojnë deri në zonat e tjera të Kosovës. Dhënat zyrtare të cilat i kemi marrë edhe prej policisë edhe prej prokurisë na tregojnë që në vitet e fundit, duke e përdorur këtë skemë, mbi 2000 refugjat janë kapur prej autoriteteve tona. Ata kanë kalu ose prej Vërmicës ose prej pikës kufitare tjetër të Maqedonisë. Tash, shikues të nderuar, të bëjmë një rikapitullim të asaj çfarë kemi saktuar apo çfarë kemi trajtuar gjatë këtij emisioni. Provat na kanë treguar që zona është mbikëqyrë prej shtetasve të cilët janë pjesëtar, shtetasve sirian apo shtetasve të komsive të tjera, jo shqiptare, të cilat janë pjesë të krimit të organizuar, i cili operon në linjat e trafikimit ndërkombëtar të migrantëve. Ata kanë mri, shikues të nderuar, në Kosovë me ble armë, me pas armë dhe me operu të armatosur deri në momentin kur janë kap prej policisë. Një pjesë e tyre tashmë janë burg, ndërsa një pjesë tjetër janë arrestis prej vendit të ngjarjes.
Ajo çka tash jemi duke ndjekur shikues të nderuar janë rrethana se si është vrarë personi I cili është gjetur këtu në afërsi të pikës kufitare. Para disa javësh shikues të nderuar, prokuria e Prizrenit ka urdhëruar me arrestu njërin prej anëtarëve të këtij grupi, I cili është I dyshimti kryesor për këtë vrasje. Ajo çka prokuria e Prizrenit është duke bërë tani, është duke hetu këtë vrasje për me mri me zbarë rrethanat e vrasjes. Krejt çka kemi kuptuar është që provat e cilat I kemi transmetuar këtë emision janë duke u përdorur edhe si prova për me hetu rrethanat e vrasjes së shtetasit sirian. Kryeprokuror në zonën kufitare midis Kosovës edhe Shqipërisë ka pas disa incidente ku të përfshirë janë qytetarë të cilët kanë shtetësi siriane. Kemi pas edhe një viktim, një person të vranë me armë zjarri. Prej asaj çka unë kom rri me kuptu, një person është arrestu si dyshimt për këtë vrasje. Çka do me thonë kjo për zonën kufitare të Kosovës? Po, mund të konfirmoj që regioni ynë I Prizrenit faktikisht jemi në kufi me Republikën e Shqipërisë, ku na ndon pikalimi kufitar në Vërmicë Morin, dhe në të kaluarën kemi pas raste ku kemi pas edhe kontrabandim me migrant. Rezultatet flasin, statistikat flasin që viti 2022 ka qenë ku kemi pas raste më të mëdha, kemi pas rreth 38 persona faktikisht të dyshuar për kontrabandim të migrantëve, ku kemi filluar edhe hetime ndaj tyre. Pastaj viti 2023 ka pas një ramje dhe 24 shi edhe më pak dhe tani fatbarësisht nuk kemi asnjë rast të tillë. Mirë po, është fakt që kufiri na sjell edhe kontrabandimin me migrantë, rasti I cilin I referoni faktikisht ka qenë një numër bukur I madh I kryesve të veprës penale të kontrabandimit me migrantë dhe kryesisht edhe shtetas të huaj, ku janë arrestuar nga prokuria jonë, mirë po më pas në bazë të veprimeve hetimore të ndërmarra ka rezultuar që ata kanë qenë grup I strukturuar dhe kanë kaluar në krim të organizuar për çka kompetenca I ka takuar Prokurisë Speciale të Republikës së Kosovës. Prokuria Speciale ka zhvilluar hetime dhe ka ngritur akt akuza dhe më pas gjykata themelore në Prishtinë, Departamenti Special I ka gjykuar dhe dënuar kryesit për kontrabandim të migrantëve, por ndërkohë njëri prej tyre që ka qenë pjesë e tyre. Vetëm të kuptojmë funksionimin e këtyre rrjeteve. Në të kaluarën është përmendur shumë që grupet e kontrabandistëve udhëheqen prej qytetarëve lokal që janë zakonisht shqiptarë ose janë shtetas të Shqipërisë. Po çysh kanë mri këto grupe me u ndërtu prej shtetasve që cilët janë prej kontinenteve tjera, pra e sirian ose mund me qenë edhe prej vendeve tjera. Rëndom ndodh që kontrabandimi me migrant pa dyshim që ka të involvuar edhe qytetarë përkatësisht kryes të vepra penale që janë me banim rreth zonave kufitare. Sepse ata më së miri e njohin terrenin, ata më së miri din pikat ku mund kalohet në zona të thella rurale. Faktikisht ata më së miri mund të kryejnë edhe strehimin e tyre derisa të vinë, sepse zakonisht këta e përdorin kufirin tonë si korridor për të kaluar në zona tjera. Kryesisht vinë nga Turqia, Greqia, kalojnë nëpër Shqipëri, përdorin Kosovën për të kaluar më pas Serbi, Hungari dhe për të kaluar në pjesën e Evropës andej. Ne kemi pas raste ku kanë qenë të involvuar edhe të dyshuar nga regionet përreth zonave kufitare, cilët kanë kryer strehimin e tyre, kanë bërë organizimin dhe gjithmonë këta janë bartur qoftë me mjete, kamion, fugon apo edhe shumicën rasteve me taksi dhe rentakar, për çka edhe ne I kemi zbuluar në raste të tilla. Por duhet ditur që pa pasur persona të cilët e njohin mirë terrenin, sidomos zonat thella, sepse ata nuk e zgjedhin vijën kufitare për të kaluar në pjesën ku është legjitime, por dalin nëpër zona ku duhet ta dinë. Andaj kush më mirë se sa ata që janë përreth mund ta dinë. Për t'ju përgjigjur pyetjes të cilën e parashtruat lidhur me atë se rastin cilit faktikisht ju referuat, ne kemi pasur edhe një rast ku në 2022 faktikisht brenda rastit kontrabandimit ka qenë edhe një person shtetas I huaj I vdekur, ku grupet kriminale faktikisht kanë qenë edhe të armatosura dhe ka rezultuar që kanë shkëmbyer mes vete faktikisht edhe janë gjuetur me armë zjarri dhe njëri prej tyre ka mbetur I vdekur. Ne kemi pasur një rast të vendosur në regjistrin 3P apo me kryerës të panjohur dhe ndërkohë faktikisht pasi që ky person është gjykuar, është dënuar për kontrabandim me migrant, në fund të vitit 2024, në bazë të rezultateve nga ekzaminimi I pajisjeve elektronike, ne ka rezultuar që njëri prej tyre faktikisht
ka qenë edhe kryesori i kësaj vepre penale, dhe ajo që është më rëndësishme është që ai sapo ka përfunduar dënimin faktikisht për kontrabandim me migrant, ne po atë ditë faktikisht ne kemi pritur jashtë dhe kemi arrestuar për vrasje të rëndë. Tani faktikisht personi ka rreth 7 muaj që ndodhet në masën e paraburgimit dhe ne jemi duke mbledhur prova në mënyrë që ta faktojmë edhe këtë rast. Në provat që i kam pa në këtë rast shihet që këta njerëz kanë pas deri armë gjata, Kalashnikov dhe mjet të tjera. Çu është e mundur kjo me patrullu kufinin njerëz me armë? Tani nuk mund të them që kanë patrullu kufinin, po duhet ta kemi parasysh që kemi të bëjmë me një krim ndërkufitar. Faktikisht kanë qenë grupe të organizuara që kanë ardhur nga shtete të tjera dhe këta i kanë zgjedhur pikat dhe zonat malore ku kanë qëndruar. Në fakt kanë qëndruar larg syve të institucioneve dhe larg syve të policisë dhe kjo ka zgjatur për një periudhë të shkurtër. Dhe faktikisht kjo ka ndodhur derisa ata kanë qenë strehuar, nuk kanë mundur të hyjnë në shtëpi, po kanë qenë strehuar në pika malore derisa ka ardhur dhe i ka marrur transportit, cilin faktikisht e kanë pasur të organizuar më parë, dhe dihet që krimi nuk njeh kufi, ata bashkëpunojnë edhe me vendet që mund të kemi armiqësi mes vete, dhe kështu që të gjithë ata kanë qenë të mirë organizuar. Por mund të konstatoj që nuk kanë pasur asnjëherë dhe as nuk do të kenë asnjëherë kontroll të vijave kufitare kryestisht. Në pjesën e vrasjes, kur pritet në përfundu hetimet dhe a ka persona tjera, apo vetëm një person është dyshim në këto momente? Ne jemi në rrugë të mirë dhe duket që jemi afër përfundimit. Për momentin ne kemi vetëm një person të dyshuar, por nuk përjashtohet mundësia që të ketë edhe persona tjerë, sepse në bazë të hetimeve këtu ka rezultuar që edhe një vepër tjetër, sërish më e madhe, ka rezultuar të jetë, kështu që edhe atë raste kemi referuar në prokurim përkatëse. Në zonat kufitare, njerëzit të cilët bashkëpunojnë me këta individ, të cilët paraqiten aty, kërkojnë rrugë të lira, sa është më rëndësi njerëzit me kuptu që në rast se bashkëpunojnë me këta individ, kryejnë veprat penale vetë ata? Padyshim, dispozitat ligjore të kontrabandimit me migrant faktikisht i inkriminon edhe ata që japin strehim, edhe ata që ndihmojnë, dhe dënimet për këto vepra penale janë bukur të rënda. Ligjvënësi ka përcaktuar dënime shumë të larta. Këta njerëz përfitojnë bukur shumë para prej kontrabandës. A ka dhëna që i kanë transportu parat tutje, cilat linja bankare i kanë përdorur? Realisht në bazë të asaj që ne kemi pas deri më tani, nuk kemi ndonjë dhënë të saktë se ku kanë përfunduar ato të holla, po ato që i kemi hasur zakonisht tek kryerësit, ato janë sekuestruar dhe në fund janë konfiskuar me vendime të gjykatës. Aktivitetet e grupeve të krimit të organizuar, të cilat kanë organizuar kontrabandën, mirë po edhe kanë kryer vrasje në zonën e Vërmicës, janë duke u hetuar nga Prokuria e Shtetit dhe disa raste tashmë edhe janë gjykuar. Ajo çfarë deri më tash dihet është që në vendin tonë mira refugjat kalojnë duke i përdorur pikën kufitare ose zonën kufitare të Vërmicës edhe zonën kufitare me Maqedoninë. Refugjatët, të cilët organizohen nga grupet e krimit të organizuar, paguajnë mijëra euro për të qarkulluar brenda Kosovës dhe për të vazhduar tutje në zonat e tjera të Ballkanit. Rruga shikues të nderuar ka lënë duke përdorur pastaj prej kufirit Kosovës, disa qytete të Kosovës, drejt Jarinjës dhe drejt pikës kufitare të Merdarës, ku grupet sërish organizojnë transportin e refugjatëve. Ajo çfarë kemi kuptuar prej zyrtarëve të policisë të Kosovës është fakti që këto grupe janë të mirë organizuar dhe arrijnë e para me i siguru klientët e tyre prej zonave të krizave dhe pastaj me vazhdu tutje duke marrë parë dhe duke përfitu shumat më të parëve. Llogaritet që rrjetet e krimit të organizuar përfitojnë miliona euro në këtë zonë. Ajo çka dihet deri më tani është frika të cilën ata e ngjallin tek refugjatët dhe obligimi që për një rrugë të sigurt, për një rrugë ku nuk kapesh prej policisë dhe për një rrugë ku asgjë e keqe nuk ndodh, duhesh me pagu shumë parë. Po shkojmë me taku njërin prej hetuesve të policisë kufitare, më saktësisht shefin e policisë kufitare të policisë Kosovës, për me intervistu dhe për me kuptu se si funksionojnë këto rrjete dhe çka është duke bëu policia për mi ndalu rrjetet e cilat tashmë janë konfirmuar që ekzistojnë në këto zona.
Major, kontrabanda me njerëz në Kosovë është njëra prej veprimtarive që sjell fitime. Kemi vrejtë që grupet të cilat organizohen prej sirianëve, prej pjesëve të tjera kanë mri me ndërtu rrjetet trafikimit të njerëzve në Kosovë. Qysh është e vërteta në këtë rast? Vitet e kaluara policia kufitare ka trajtuar edhe raste kur grupet e caktuara siç i potencuat edhe jo kanë arritur ose së paku policia kufitare ka regjistruar një rast kur e kanë kry kontrabandimin me migrant edhe në territorin e Kosovës, po edhe në shtetet tjera, dhëna tregojnë edhe për shtetet tjera, që e kanë krye sirianët. Megjithatë, nga viti 2022 deri tani nuk kemi ndonjë rast të regjistruar kur kontrabandën me migrant e kanë kry shtetas të huaj apo shtetas të sirianë. Qysh e kanë organizuar shtetasit sirian kontrabandën e njerëzve? Duket se si praktika apo dhëna tregojnë që e kanë organizuar duke ardhe u vendos në Kosovë, fillimisht si emigrant, duke e regjistruar apo e mësuar territorin e Kosovës dhe e kanë arrit me mësu shumë mirë formën qysh reagojmë na dhe e kanë arrit me i kalu në për territorin e Kosovës emigrantët të cilët kanë ardhur edhe prej shteteve të tyre. Në provat të cilat e kemi po në gjykatë, është vërtet që ata kanë kontrolluar një pjesë edhe kufinë e Kosovës, kanë siguruar rrugë për me qenë të lira për trafikimin e migrantëve. Nuk mendoj që grupet e caktuara kanë kontrolluar kufirin ndonjëherë. Kufiri i Kosovës gjithmonë dhe gjithherë ka qenë i kontrolluar për policisë të Kosovës në bashkëpunim edhe me institucione tjera dhe me agjencionet e shteteve të tjera, megjithatë i kanë monitoruar rrugët, i kanë monitoruar patrullat e policisë të Kosovës dhe kanë arrit me kalu një grup apo disa persona nga një shtet në shtetin tjetër. Megjithatë nuk është që kanë hasë në një apo kanë marrë zonë ka kontrolluar për një kohë të caktuar. Por në kohë relevante edhe kanë monitoruar patrullat, me largimin e patrullat e kanë shfrytzuar rastin për me kalu kufirin. Këta njerëz kanë përdor armë për me siguru rrugët, edhe kanë përdor detyrim ndaj migrantëve që në rast se nuk paguajnë parat e ta me ndëshku ose mos me i lojnë me kalu kufin. Në një rast që na e kena trajtu si polici kufitare në vitin 2022, ka treguar apo ekzaminimi pajisjev në kohën kur na i kena arrestu ka tregu që këta kontrabandues kanë qenë edhe të pajisur me armë edhe duket apo provat e tregojnë se i kanë detyru emigrantet për të paguar një shumë të caktuar. Nëse nuk ka pagu, shihet që u përdur edhe dhunë ndaj tyre. Në këto raste, apo flasim për numër të madh njerëzve që kanë kalu kufinin e Kosovës e kanë përdor Kosovën për tranzit? Nuk është e prekne Kosova nga emigrantët apo si tranzit, ose s'paku nuk është e prekne sa shtetet të tjera, megjithatë ka një numër të caktuar, por që policia kufitare në bashkëpunim me institucione tjera duket se është duke trajtuar apo dhëna tregojnë se është duke trajtuar mirë këtë fenomen. Për sa persona flasën brenda vitit që zihen ose kalojnë ilegalisht në territorin e Kosovës? Në vitin 2024 është një numër prej 1025 personave të cilët janë regjistruar si emigrant. Viti 2022 tregon një numër prej 1000-ve, ndërsa viti 2023 ka tregu një shifër tramjes, 2024 tjetë tregon se ka një rritje, po të çështja e emigrantëve më varet edhe nga konfliktet në shtetet prej nga vinë emigrantet. Kështu që nuk ka gjithçka në dorën e policisë të Kosovës, sido që tjetë na jemi të përkushtuar për ta kontrolluar çështjen e kufitare. Cilat janë zonat ma të nxehta që përdoren për mi zhvillu këto kontrabandë dhe cilat zona kufitare? Raportet nga analiza e riskut që e bajnë në baza tremujore dhe vjetore tregojnë që zonat prej nga Kosova apo hyjnë emigrantët në Kosovë është kufiri me Shqipërinë dhe kufiri me Maqedoninë e Veriut. A ka dhe persona të tjerë shtetas të Kosovës të cilët e ndihmojnë këtë rrugë dhe janë procedu penalisht për vepra tilla? Ka raste, po e theksoj në vitin 2024 në nivel qendror ne i kena trajtuar 19 raste kur e kanë ndihmuar, kryesisht e kanë kryer çështjen e taksit, edhe i kena trajtuar penalisht si ndihmës në kryerje të kontrabandës me emigrantë. Pastaj rruga, ka në cilat zona kufitare vazhdon? Këta dhonat po tregojnë që këta hyjnë nga Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria, ndërsa vazhdojnë në drejtim të Serbisë. A kemi pas raste edhe në aeroport tentativa?
kena pas tentativa dhe në aeroport, në këtë vit e kena arrestu një person që është me shtetësi jordaneze për këtë qëllim, kur ka tentu në përmes aeroporti me krye kontrabandën me emigrant. Rrjetet ndërkombëtare të krimit të organizuar arrin të qarkullojnë mijëra refugjat ilegal në territorin e Kosovës dhe të Serbisë. Duke ndjekur rrugët ilegale të Kosovës e Maqedonisë, refugjatët arrin përfundimisht në Serbi. Atje, sërish të presin rrjetet e krimit të organizuar, të cilat kanë arritur të zhvillojnë një strukturë të rrezikshme kriminale. Sasha, gazetari Birnit, ka arritur të gjurmojë një rrjet në të cilin kishte shtetas marokjan dhe shtetas të Kosovës, të cilët merreshin me organizimin e grupeve të tilla. Grupi në fjalë, gjashëmsi në Kosovë, kishte arritur të kontrollonte rrugët ilegale në Subotic dhe të kërcënonte secilin refugjat që kalonte në atë rrugë. Çfarë thonë gjetjet e hulumtimeve mbi trafikimin e emigrantëve, cilat janë gjetjet kryesore? Pa, ono što je najbitnije reći da je prosto krijumčarenje jako lukrativan posao na Balkanu, prema nekim procenama samo na ovoj balkanskoj ruti godišnji prihodi krijumčara su preko 50 miliona evra. I ono što je važno istaći jeste da se u prethodnih godinu i po dana ruta potpuno promenila. Dakle, ono što je nekada išlo preko Srbije i granice sa Mađarskom u Evropsku uniju, u velikoj meri se preusmerilo preko Bosne, Hrvatske, Italije i dalje u Evropsku uniju. Tako da to su neke ključne promjene koje smo zabeležili u poslednjih 2 godine i samim tim to je uticalo na porast nasilja na balkanskoj ruti od strane policije, granične policije koja je pod pritiskom lokalnih država, ali pod pritiskom Evropske unije da sve više ne dozvole ilegalni prelazak granica migrantima. S druge strane, to je uticalo da izbjeglice odu još više u ruke krijumčarima, a krijumčari postaju sve nasilniji, s obzirom da imaju manje prihode, onda su prinuđeni, to jest počinju više da kidnapuju ljude, traže otkup od njihovih porodica i ono što možemo vidjeti da je jedna strukturna stvar da što je veća kontrola na granicama, to je povećano nasilje nad izbjeglicama i vidimo da ruta, iako je usporila, ona se i dalje nije zaustavila. Qysh ka ardhe ideja me hulumtu? U jednom momentu ja sam dobio jako dobar trag, dobar izvor iz policije, određene beleške jednog uhapšenog čoveka koji se ispostavilo radio je kao krijumčar, ali je radio i za srpsku vojnu bezbednosnu službu i prateći tragove tog dokumenta koji je nađen kod njega, ja sam ušao u čitavu ovu priču koja praktično se ispostavila kao Pandorina kutija i da su se tu pojavljivali razni interesantni likovi povezani ne samo sa kriminalom, već i sa institucijama države Srbije. Srbija je tranzitna zemlja, dakle, niko od izbjeglica i migranata suštinski ne želi da ostane ovde. To su veoma retki slučajevi. Međutim, Srbija je jedna od ključnih tranzitnih zemalja zato što se graniči sa mnogo država Evropske unije, a ono što je interesantno bilo posebno pre par godina, Srbija je imala bezvizni režim sa brojnim državama sveta i mnogi migranti iz tih država su legalno dolazili u Srbiju avionom i nakon toga su tražili krijumčarske puteve kako da uđu u Evropsku uniju. Tako da Srbija je definitivno glavna ne-EU država na balkanskoj ruti i zbog toga i vidimo te pritiske iz Evropske unije da Srbija prosto zaustavi taj protok, što se i desilo krajem 2023. godine. Dakle, tada je potpuno promenjena ruta, umesto preko Srbije, izbjeglice sada idu uglavnom preko Bosne. Nga cilat vende i keni vret që janë njerëz që trafikohen? Klasična je statistika kao i svuda. Afganistanci i Sirijci su ubedljivo najbrojnija skupina. Nakon toga naravno imamo i Pakistance, Marokance i Turke, što je posebno interesantno. Sve više Turaka se upušta da dolazi balkanskom rutom. Ono što sam malo čas i pomenuo, Turci legalno mogu da dođu u Srbiju kao turisti bez ikakve vize i nakon toga oni pokušavaju krijumčarskim putevima da dođu u Evropsku uniju. A bashkëpunojnë grupet që trafikojnë emigrantët edhe
cilat janë grupet më të njohura? Pa ono što je bitno napomenuti, dakle, to jesu etnički podeljene grupe. Dakle, Sirijci uglavnom rade sa Sirijcima, Afganistanci rade sa Afganistancima, što je i prirodno jer njihovi klijenti, da se tako izrazim, dolaze iz njihovih zemalja. I s obzirom da je krijumčarenje jedan ogroman, dugačak lanac koji proteže se od njihove matične zemlje do Evropske unije, to je jedan lanac i jako je bitno ko su ljudi u tom lancu. I stoga je prirodno da Afganistanci traže afganistanske krijumčare, Sirijci, sirijske krijumčare i tako dalje. Naravno, etničke grupe koje nisu toliko dominantne prosto moraju da rade i sa drugim krijumčarskim grupama. Dakle, Pakistanci takođe u poslednje vreme su postali ozbiljna krijumčarska grupa, pre svega u Bosni. Dakle, uglavnom je to etnički podeljeno. Međutim, ono što je bitno naglasiti da domaće stanovništvo, dakle građani Srbije, takođe učestvuju u čitavom procesu krijumčarenja s obzirom da prosto to je nemoguće uraditi bez njih. U čitavom tom lancu organizovanog krijumčarenja postoje razne uloge koje različiti ljudi vrše. Dakle, postoje vozači, postoje ljudi koji smeštaju izbeglice i to uglavnom rade domaće stanovništvo, ne stranci, odnosno ne stranci koji dolaze iz migrantskih država. U posljednje vreme se beleži i dolazak ljudi iz drugih zemalja Evrope, istočne Evrope, Moldavaca, Ukrajinaca koji učestvuju u prevoženju migranata. Međutim, dakle, uglavnom taj lanac je unutar njihovih etničkih grupa. I ono što možemo vidjeti u Srbiji i generalno na Balkanu, dakle da su to afganistanske krijumčarske grupe, sirijske krijumčarske grupe, pakistanske krijumčarske grupe i tokom 2022. 2023. u Srbiji su veoma snažno bile marokanske krijumčarske grupe. To je takođe bilo značajno zbog toga što su iz Tunisa dolazi ljudi bez vize u Srbiju. Tako da je dosta ljudi iz Severne Afrike koristilo Srbiju kao tranzitnu zemlju. Čak je na severu Srbije u Vojvodini jedna tačka na reci Tisi. Kada pogledate na Google Maps možete vidjeti ime jednog krijumčara Kazauvija. Dakle, praktično su ucrtali njegovo ime koliko je ta ruta bila aktuelna i koliko je on bio moćan. Čak postoji i pesma jednog repera koja slavi njega i kako on prebacuje ljude u Evropsku uniju. Çfarë thonë dhënat zyrtare për trafikim të emigrantëve? Na vrhuncu 2023. broj ljudi prema podacima Frontexa je iznosio oko 120.000 ilegalnih ulazaka preko balkanske rute. Međutim, ono što sam malo čas govorio, beleži se veliki pad. Dakle, Frontex beleži pad od 78% u prethodnoj godini. I to je rezultat, dakle, te represivne politike na granicama Evropske unije, ali i u Turskoj, Iranu i generalno duž čitave rute ka Bliskom istoku. A bashkëpunojnë shqiptarët edhe serbët kur në pyetje është trafikimi migrantëve? Albanci i Srbi generalno jako dobro sarađuju kad je reč o kriminalu, a kada je reč o krijumčarenju migranata, apsolutno. U jednom svom istraživanju sam se bavio baš albanskim kriminalnim grupama koje su operisale i na severu Srbije. Te grupe su učestvovale ne samo u krijumčarenju migranata, već i u trgovini narkoticima i prodajom oružja. Dakle, prodavali su oružje krijumčarskim grupama iz Afganistana, Sirije, Maroka, ali takođe su učestvovali i u prenošenju tog oružja u Evropsku uniju. Ono što je važno primetiti otkud albanske kriminalne grupe u Srbiji. Dakle, s obzirom da građani Kosova ne mogu da uđu u Evropsku uniju, oni su koristili krijumčarske puteve na severu Srbije kako bi ušli u Evropsku uniju. I albanski kriminalci imaju već više od deceniju, dakle, uporište u Subotici na severu Srbije i godinama su se bavili krijumčarenjem Albanaca. Međutim, kada se promijenila situacija sa dolaskom izbeglica i migranata, oni su takođe ušli u taj posao i proširili su svoju delatnost. U jednom od istraživanja ja sam se prevashodno bavio
oružjem koji su albanske kriminalne grupe prevashodno sa Kosova donosile u Srbiju. Objavili smo njihove fotografije, imena određene braće Džemšiti koje imaju i dosije na Kosovu i koje su praktično učestvovali u svemu tome. Prema mojim informacijama, albanske kriminalne grupe koje su operisale u Subotici na severu Srbije su imali ne samo pomoć lokalnih kriminalaca, već su imali zaštitu dakle, ljudi u institucijama Srbije, policajaca i određenih moćnika koji su povezani sa vladajućom strankom. Dakle, prema mojim izvorima koji su bili unutar tih grupa, oni su se jako opušteno ponašali, noseći čak i oružje po gradu i apsolutno se nisu plašili da mogu biti uhapšeni uprkos čitavom odnosu Srba i Albanaca koji generalno opterećuje čitav region. Međutim, za njih to nije bilo prepreka niti nikakav osjećaj da može nešto loše da se desi. Qysh dhe se e kontrollojnë kufirin grupet që qarkullojnë parat që i paguin, apo ku i lajnë, domethënë? Što se tiče plaćanja, postoje više načina plaćanja. Izbeglice koje imaju više novca, koje su skupile više novca, oni unapred plaćaju krijumčarima za čitav put od mesta kretanja do krajnjeg odredišta. To se zove određeni paket aranžmani. Oni taj novac ostavljaju u havalama. To su određene neformalne kancelarije, mogu biti restorani, menjačnici i tako dalje, gde oni kod osoba koje su velikog ugleda u zajednici ostavljaju taj novac i dobijaju određenu šifru. Tom novcu ne može ni krijumčar da pristupi sve dok izbeglice ne stignu na njihovo odredište, pošalju video snimak da su bezbedni, tada krijumčar sa svojom šifrom može da preuzme taj novac. Taj sistem je ustanovljen vekovima unazad, obično za prenošenje novca, međutim kada je započela izbeglička kriza, on se pokazao jako korisnim i dobrim. Druga stvar je naravno, mnogi izbeglice nemaju dovoljno novca i onda tako pokušavaju da plate da bi prešli u narednu zemlju i tako plaćaju parcijalno različitim krijumčarima. Takođe, tokom 2022. i 2023. na granici Srbije sa Mađarskom krijumčarske bande su praktično isparcelisale čitavu granicu, podelili su teritorije. To je uticalo i na ratove između tih grupa gde su korišćeni kalašnjikovi, gde je bilo mnogo ubijenih, ranjenih ljudi i to je praktično su bili veliki skandali u srpskom javnom mnjenju kada se to dešavalo. A mujnë me sfidu shtetin, policin, këto grupe? Suštinski, kada je reč o kriminalnim poslovima gde su veliki novci u pitanju, apsolutno ništa ne može bez korupcije i srpska policija i srpske službe apsolutno nisu imune na to, tako da prema mojim istraživanjima otkrio sam dosta tih tragova korupcije, veze krijumčarskih grupa i policijskih službenika pre svega. Dakle, ono što je bitno naglasiti, Srbija igra jednu dvostruku igru. Ona za Evropsku uniju ne dozvoljava izbeglicama da uđu u Evropsku uniju. Međutim, Srbija ne želi da postane, kako je rekao jedan od srpskih ministara, parking za migrante. Samim tim Srbiji odgovara da ti izbeglice što pre samo prođu kroz Srbiju i odu u Evropsku uniju. Tako da u svemu tome oni su vidjeli i poslovni interes da kontrolišu čitav taj proces i da naprave dogovor sa krijumčarima i da zarade novac. Prema mojim saznanjima, veliki broj krijumčara ima kontakte u policiji. Mnogi policajci misle da su oni njihovi doušnici koji im javljaju ako postoje nekakve terorističke pretnje i tako dalje. Međutim, oni ih zloupotrebljavaju da slobodno obavljaju svoje poslove. Takav način ponašanja srpske države je praktično doveo do nenormalne situacije tokom 2022. i 2023. godine kada su naoružane krijumčarske bande praktično ratovale na severu Srbije. Dakle, bilo je desetine incidenata gde su koristili kalašnjikove, pištolje, pucali jedni na druge u šumskim delovima blizu mađarske granice. Tako da ta situacija je prosto postala neodrživa i krajem 2015.
2023. godine Srbija je započela jednu opsežnu policijsku akciju koja je praktično od ubistva premijera Đinđića 2003. nije bila veće policijske akcije. Korišćeno je preko 800 do 1000 policijskih službenika iz različitih jedinica, borbena vozila, helikopteri i tako dalje. I ta akcija koja je trajala nekoliko meseci praktično je rađena da bi se očistio čitav taj deo. I to je bio jedan od ključnih razloga zašto se ta ruta, kao što sam već pomenuo, pomerila ka Bosni ovoga puta. Kada je reč o korupciji policijskih službenika, ja sam objavio i priču o prevodiocu srpske policije, praktično koji je bio jedan od bosova krijumčarske bande Sirijaca i koji je imao bazu u Somboru na severozapadu Srbije. On je praktično koristio tu poziciju prevodioca da ima monopol nad policijom. Često je čistio svoju konkurenciju na tržištu tako što je policajcima pričao da on ima neku drogu ili oružje i s obzirom da je on prevodilac, u tom slučaju on je čak išao s policijom na teren tokom racije i podmetao oružje ili marihuanu njegovim konkurentima. Tako da taj čovek je posle nekoliko godina uhapšen zbog kidnapovanja turskog državljanina. Vodi se postupak protiv njega, međutim on je godinama praktično harao jednim delom krijumčarske scene. Takođe, mi smo objavili i fotografije afganistanskih krijumčara na vozilu srpske policije, kako poziraju za TikTok. Prema tvrdnjama izvora, za vreme dok se to dešavalo i dok su oni se slikali, policajci su bili u jednom od šatora u šumi i praktično uzimali njihov redovni mito. Tako da to govori o rasprostranjenoj korupciji o srpskoj policiji, međutim situacija se jeste drastično promenila krajem 2023. godine. Sada jako teško možete naći izbeglice i migrante na ulici. Čitav proces je otišao potpuno u podzemlje i sada je policija prosto stavila to pod kontrolu. I krijumčari i dalje rade, međutim taj proces više nije toliko nasilan i prosto je mnogo manji nego što je bio nekada. Balkanska ruta je postojala i pre migrantske krize i korišćena je pre svega za trgovinu narkotika, za trgovinu heroinom od Afganistana pa sve do Evrope. Tako da te rute su jako dobro poznate krijumčarima i generalno kriminalnim grupama i apsolutno se koristi i za druge stvari. Kao što sam napomenuo u jednom od malopređašnjih odgovora, dakle, znam, činjenica je da su albanske kriminalne grupe koje su tu rutu koristili za druge stvari, kao što je droga, kao što je prebacivanje građana, uglavnom albanske nacionalnosti, oni su praktično isto tu rutu koristili za mnogo različite vrste kriminala. A e dëmton mos bashkëpunimi i policive në rajon përgjithësi hetimin e kësaj dokurie? Kada je reč o organizovanim kriminalnim grupama koje se bave krijumčarenjem, apsolutno je ključna stvar saradnja među državama u regionu, s obzirom da i sami krijumčari rade kroz više zemalja. Čitav njihov posao se zasniva na toj transnacionalnoj mreži ljudi. Tako da je apsolutno neophodno da sarađuju dve policije. Kada je reč o upravo albanskim kriminalcima sa Kosova, kojima sam ja istraživao, na primjer, tu je bila neophodna saradnja kosovske i srpske policije. Dakle, s obzirom da je čitava stvar kretala sa Kosova, pa tek onda u Srbiji i nakon toga u Europskoj uniji. Dakle, poenta je, po mom mišljenju, i to sam u svom radu pokušao da naglasim, da bude što manje nasilja, policijskog nasilja, nasilja kriminalnih grupa nad običnim izbeglicama i da taj proces prosto bude što humaniji i da se poštuju ljudska prava i sve međunarodne konvencije. Represija država takođe sama po sebi ne doprinosi tome, to mora da bude jedan sistemski pristup gde će se poštovati prava i izbeglica, ali poštovati i zakoni država kroz koje izbeglice prolaze. Rrjetet ndërkombëtare të krimit të organizuar arrin të transportojnë refugjat në kufijtë e Kosovës dhe në kufijtë e gjithë Ballkanit. Fitimet e tyre dhe organizimi
është shumë përfed dhe kërkon mekanizma special për të dokumentuar lëvizjet e tyre. Një njësi e veçantë e policisë është vendosur në zonën e Vërmicës për të kontrolluar zonën duke përdorur dron termik. 2 policët e angazhuar kanë arritur që duke përdorur dronin të kapin lëvizjet e refugjatëve në malet përreth zonës. Droni termik arrin që lehtë të identifikojë çdo lëvizje në këtë zonë. Tash mund të shikoni pjesën si monitorohet kufiri. Këtu vrehen gjitha gjallësat ose diçka që lëron temperaturë, vret në ngjyrë të bardhë. Pika nxehtë ku grumbullohen emigrantët zakonisht është lokacioni që po afron, po e tregon droni. Dhe tash do të fluturojmë deri në atë lokacion. Që të shihet edhe më mirë. Kjo është skaj autostradës. Skaj autostradës. E kontrollojmë këtë zonë, pastaj shkojmë te e vija kufitore. Siç vetë këtu nuk ka ndonjë person. Edhe pse kemi raste kur i kemi zgjetur dhe të dyshuarit janë arrestu. Ka rrugë gjana në këtë zonë? Rrugë gica zakonisht janë përkëmbësor, që kalojnë përkëmbësor. Këta cilën rrugën ndjekin për me kalu pikën? Këta shkojnë prej vendbanimeve që janë aty, si për vendbanimeve, edhe këtë pjesën malore, dhe kalojnë pjesën malore këtu, e kalojnë hyrë në Kosovë. Afro të jetë e ofra. A janë të armatosur këta? Emigrantë zakonisht nuk janë të armatosur. Personat që i shoqërojnë ata, kemi pas raste kur në mesin e tyre janë personat të armatosur, por që janë shtetas siriane, algjeriane ose të ndryshëm, sepse janë krijuar grupe edhe mes tyre që mirën me kontrabandim. Ka pas shkëmbime zjarri. Këtë që juve dhe... Po, dhe jemi angazhu si policia e Shqipërisë ashtu edhe na. Edhe pjesa është bërë dhe arrestimi të pas disa hetimeve që kanë zgjatë. Po, pjesa liçenit, se kur është e zbrazd, liçeni kur është e zbrazd, po folim si për me kalu. Përmendë shkëmbimin me armë, ka qenë shumë në rrezikshëm? Po sigurisht çdo shkëmbim që praqet në rrezik, mi për formë profesionalizmit nuk ka pas personat të lëndum, edhe me vonë është arrit të arrestohen personat që kanë qenë dyshim në atë rast. Ka pas dhe lëndime mes emigrantëve, të cilët nuk i kanë përshtat grupeve apo direktivat që i kanë ata. Që si duket. Kjo është pozicioni jonë që jemi na. Jemi në distancë. Zonat më të thella prapa kodrava që nuk kalojnë, no? Po kalojnë, po janë më të vështira për kalim. Ata zakonisht mundohen me qetë zonat ku kaluat më shpejt, pa u vrejt. Në zonat fjella ka pas raste, po janë më të ralla. Ju keni intervistu besoj sirianët që kanë ardhur në këtë zonë. A ju kanë tregu sa parë i paguajnë për me kalu kufimin? Pagesat janë ndryshme, varësisht për grupeve kriminale. Pagesat që kanë shkutin 10.000 euro. Prej fillimit, prej startit. Do të thonë, grupet kriminale vazhdojnë kufit pas kufirit i përcjell imigrantë. Është një zinxhir i kontrabanduesve. Ka dhe persona që s'kan tolla i bashkangjiten në grupe. Kryesisht janë të organizuar. Zona e kufirit me Vërmicën është njëra nga rrugët ilegale të kalimit të refugjatëve nga Shqipëria në Kosovë, e pastaj në zonat e tjera të Evropës. Nga mbikëqyrja me dron, policia vazhdon në mbikëqyrjen fizike. Ekipe policore me armë të gjata patrullojnë zonën dhe gjatë natës. Ata përdorin pajisje infrared për të detektuar lëvizjet e dyshimta në zonën përreth kufinit. Operacionet e mbikëqyrjes së kufirit në Vërmicë vazhdojnë gjatë 24 orëve, ndërsa për policët e zonës nuk ka kohë pushimi. Ata kujtojnë që kontrabandistët kanë qarkulluar në çdo orë, duke përdorur çdo rrugë që ju ka dalë përpara.
Ne jemi njësia e stacionit policor mbikëqyrje të kufinit, Vërmic. Tash jemi të shku në patrullim zakonshëm në fshatin Vërmic. Aty janë disa pika të cilat i shfrytëzojnë personat për kontrabanda ndryshme, kalime ilegale, edhe tanaj aty edhe pozicionomi pikë vëzhgimi edhe prita, ku deri me tash kemi pas kogjo sukses të mirë, kemi bu parandalimet e tyne, po ashtu edhe arrestimet e ndryshme personave që janë has kontrabanda apo kalime ilegale. Zakonisht cilën kohë dalin kontrabandist, cila është ora që mas shpeshti? Është ajo e ndrimeve paka shumë, do në orarin e punës kur bëhet ndrimi i patrollave, po edhe prej orës 9, faktikisht me këshyr nuk ka pas orë caktune kështu diçka. Ko pas kohëve që kemi sëndru ka 2-3 orën, janë hasën personat. O në këtë hipotezën, apo edhe në fshatin Shkozë atje. Vetëm kjo ka qenë pika ma strategjike e personave që kanë tentuar me dalën si për kontrabandat ndryshme, po edhe për kalime ilegale. Çfarë shtetas mas shpeshti kalojnë kënej në këtë zonë? Po për kalime ilegale, prej shtetit fësin Shqipërisë, ka pas edhe të vendeve treta, të Afrikës, dhe Moseri, Bangladesh, Palestinë, e kështu tjera. A ka pas grupet mëdhaja të sirianëve që? Po, ko pas kohë, edhe të mëdhaja, po edhe të vogla. Ka pas edhe familjar, edhe krejt ato. Deri në sa persona keni mri mas shpeshti me i hasë? Po 20, 30, deri në 40. Kjo është rruga për fshatin Vërmic, për me shku në atë pjesën ku nave që bojnë vëzhgimin. Kjo është ai veni që ju tregova, domthon ku e bojnë vëzhgimin. Kërët zakonisht i lamë që si pozita që nuk shifet, edhe dalim në qëtë hapësiren që to që është pak që shifet edhe pjesa bregut liçenit, pjesa autostradës, edhe 2 pjesë e krahut që krejt që të bojnë, që të krahun që të poshtë, domthon ata persona që tentojnë me hi, apo për kontrabanda ndryshme të mallit që bajnë. Kjo është veni që patrollojmë edhe pe këtu, zakonisht kemi hez komë dhe kemi shku deri te folia Shqiponjës atje natë. Domthon që ky krahu ku pozicionon këme dritë prej naltit deri poshtë që do vinë. Njëkohësisht edhe pe kësaj pjese që tu poshtë. Kjo tjetra pjesë e kanë përdor për me ra në autostradë ky tuneli që vjen për Vërmic, edhe me prit në ai automjet me marr. Edhe pjesa bregut liçenit shifet krejt. Këtë këto, që si zakonisht natën kur t'jemi përdorim edhe këto dërbit, edhe tërmike edhe këto tjera që ka i kemë edhe shifet si me konë dritë. A ka shaja këtu që kanë lëviz njerëz? Çka njekti si shaja? Shajt e kpuzve, edhe shajt e teshave, apo dekzimet i thejnë që për grupit tjetër me pas shajnë ka kanë vazhdu ata. Domethënë gjatë patrollimit këtë këto i kemi hasë na vetë. A këtanë, edhe disa pjesë ja u kemi marrë që bja u prish ato që, po faktikisht këtë që tu kanë rrahë, domthon prej Shqipënisë që kanë hi, që kanë rrahë nina. Ose bregut liçenit, atje është hapësirë, kur nuk ka ujë, është hapësirë shifet krejt. Është një hapësirë që domthon vendosim kerrin edhe rrim dhe vetëm i presim.
Shikues të nderuar, gjatë këtij hulumtimi kemi dëshmu se rrjetet e krimit të organizuar arrin që prej kësaj pike këtu në Vërmicë e deri në Suboticë, rreth 800 kilometra, me transportu sigurt refugjatët sirian, irakian, afgan apo dhe refugjatët e zonave të tjera të krizës. Krejt që ka ndodhur, shikues të nderuar, është që ata që janë pjesëtarë të rrjetit apo ata që paguajnë haraç të rrjeti e kanë të sigurt zonën. Të tjerët, të cilët nuk paguajnë shumat për rrjetet e krimit të organizuar, mund të psojnë keq dhe mund edhe mu vra, qysh e kemi dëshmu prej hulumtimit tonë. Ne kaq kishim për sonte, shikues të nderuar. Ju vazhdoni me na shkruajnë kallzo.com dhe mos harroni në çdo situatë kur ju shihni taksist apo njerëz të organizuar të cilët dyshoni se janë refugjat, ju lutem ta lajmëroni policinë dhe autoritetet, për shkak se këta njerëz, përpoç se janë hallëxhi, mund të jenë edhe viktima të haraqit të cilën grupet kriminale janë duke vendosur. Vazhdoni me na shkruajnë kallzo.com dhe deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje.